Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ndau një mesazh nga qelia për zgjedhjet e 11 majit, ku theksoi se kandidimi i tij në listën e hapur për Tiranën do të jetë garanci për demokracinë. Meta tha se koalicioni opozitar, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, do të arrijë të sigurojë 84 mandate në 11 maj dhe do të përmbys përfundimisht narkoregjimin. Partia e Lirisë është në këtë koalicion jo vetëm për të përmbysur narkoregjimin, për të rivendosur përgjithmonë demokracinë funksionale dhe garantuar kontrollin e qytetarëve ndaj deputetëve. Për këtë, koalicioni ynë duhet të arrijë një fitore me 84 mandate, që opozita e ardhshme e rilindjes të mos ketë asnjë shans të bllokojë këtë rikthim të demokracisë. Ne hyjmë jo për të marrë 2 apo 3 deputet demokratëve, por për të dhënë të paktën edhe 2 deputet të tjerë. Për këtë qëllim madhor, na duhet minimumi të fitojmë mbi 50.000 vota në qarkun e Tiranës, pa përfshirë diasporën. Meta thënë se kushti i Partisë së Lirisë për koalicionin qeverisës do të jetë zhdukja e listave të mbyllura që, siç theksoi ai, i ka imponuar kryeministri Rama 17 vite më parë për të shkallmuar parlamentarizmin. Edhe 6 javë për të shporur listat e mbyllura të Edi Ramës dhe rilindjes. Dhe garancia e Partisë së Lirisë dhe Ilir Metës është e pakthyeshme. Ndaj, për Ilir Metën nuk do të votojnë vetëm të gjithë votuesit e Partisë së Lirisë, por edhe të gjithë socialistët që u eksterminuan pjesë nga Edi Rama 6-17 vite me pabesi. Meta thanë se pengmarrja nga Edi Rama e demokracisë dhe llogaridhënies i ka ditët e numëruara, ndaj u bëri thirrje antarësisë dhe simpatizantëve të Partisë së Lirisë të mobilizohen si kurrë më parë në betejën historike të 11 majit që sipas tij do të ndajë epokat.